Miqtë të Top News, mirëditë, unë jam Gjoj Malësia dhe ky është programi Breaking. Do t'jemi edhe sot për rreth 3 orë live me zhvillimet më kryesore. Fillimisht do ndalemi tek marrëveshja e pensioneve arritur me Italinë. Ka patur një aprovim edhe nga Parlamenti Italian për diskutuar më gjerësisht. Unë kam në lidhje të drejt për drejt zotin Dritan Trimçev, i cili është zëndës presidenti i shoqatës Diaspora. Dritan, shumë faleminderit që e me ne kënaqësi të bisedojmë. Kënaqësi edhe për mua, faleminderit për jush. Mirë, unë për nis bisedën e një pyetje shumë të thjeshtë, si ta kuptojmë miratimin e kësaj marrëveshje, çfarë do të përfitojnë shqiptarët nga këtë tutje? Atëherë, Parlamenti Italian ka dy dhoma, që është Kamera, që kishte aprovuar me 8 janar, dhe Senati, që e ka aprovuar dje. Kjo është faza ligjore më e rëndësishme, aprovimi këtyre të dyave, sepse këto janë dy institucione që e verifikojnë, e kontrollojnë marrëveshjen nga fillimi deri në fund dhe botojnë një ligj, aprovojnë një ligj me 4 artikuj që miraton marrëveshjen. Pra, këta bëjnë një ligj që miraton marrëveshjen. Okay. Ky ligj i shkon presidentit të Republikës, i ka shkuar presidentit të Republikës, sepse dje mbas dite herët u aprovua nga Senati, brenda ditës normalisht i shkon presidentit të Republikës. Presidenti i Republikës ka kohë 30 ditë që ta firmosi, normalisht e firmos brenda një jave, besoj, sepse nuk ka probleme të asnjë lloj mënyre. Ligji është votuar në të dy dhomat e parlamentit, është votuar me 100%, asnjë s'ka qenë kundër ose nuk ka abstenuar, kështu që kjo është një sukses i madh që vë bashkë forcat politike italiane të kundërta që deri dje ishin ndara për çështjen e kampeve të refugjatëve në Shqipëri, në Gjadër dhe në Shëngjin. Me këtë rast u bashkuan dhe ishin unanim pro këtij ligji. Mbas botimit Gazetës Zyrtare hyn në fuqi ditën e nesërme. Do me thënë brenda 24 orëve nga botimi, ligji hyn në fuqi. Kjo nuk do të thotë që hyn në fuqi marrëveshja. Marrëveshja në artikullin 31 parashikon hyrjen në fuqi ditën e parë të muajit të dytë mbas shkëmbimit të dokumentave të ratifikimit të aprovimit. Okay. Pra, në momentin që ligji hyn në fuqi dhe botohet nga Gazetën Zyrtare, qeveria italiane ja dërgon këtë njoftim qeverisë shqiptare, qeveria shqiptare nëse nuk e ka bërë, dërgon njoftimin qeverisë italiane që e ka aprovuar dhe ajo nga ana e saj që në qershor të vitit kaluar, natyrisht, dhe nga kjo ditë, do me thënë llogaritet ajo artikulli 31 që thot ditën e parë të muajit të dytë. Do me thënë, nëse bëhet kjo punë brenda marsit, dita e pare muajit të dytë është prilli, sepse muaji tjetër është marsi. Çfarë do të përfitojnë konkretisht shtetasit shqiptar? Kush përfiton nga ky vendim? Atëherë, përfitimi është në Itali, përfitimi është për shumë persona është përfitim i madh. Atëherë ka dy lloj përfitimesh. Ata që nuk kanë bërë 20 vjet punë në Itali dhe që kanë mbushur moshën e pensionit, i bashkojnë me vitet e Shqipërisë dhe dalin në pension. Okay. Dhe marrin pensionin që i takon. Nëse nuk i takon, nuk arrin të marrin pensionin minimal, do të marrin pensionin që takon, po e zëm 400 euro, shteti italian, nëse banojnë në Itali, jep 200 euro tjera për të arritur pensionin minimal, që është rreth 600 euro. Dhe kjo është njëra. Pjesa tjetër është Italia parashikon daljen në pension me vjetërsi pune dhe mosh, jo vetëm me mosh. Pra, nëse në Shqipëri është 65 vjeç, në Itali ka dy mënyra. 67 vjeç ka dhe me kuotën 103 ose 104, varet nga viti, ka qenë 100, 101, 102. Do me thënë mosha plus vitet e punës, arrin këtë kuotë, edhe del në pension. Natyrisht do të plotësosh disa kushte, do të jesh mbi 61 vjeç, të mos gaboj tash disa muaj, zëre 62 vjeç. Dhe ti mund të kërkosh të dalësh në pension të parakohshëm. Pensioni i parakohshëm penalizon një çik, rreth 2-3% për çdo vit që del përpara e humbet nga pensioni që do të merrje po dili 67 vjeç, po ka shumë njerëz që mezi e presin sepse bëjnë punë të rënda
dhe nuk kanë më fuqi, nuk kanë më shëndet që të vazhdojnë punët e rënda, kështu që mezi e presin këtë moment. Pra, në Itali përfitimet janë më dy mënyra. Ndërsa në Shqipëri, përfitimi është bush moshën 65 vjeç, nuk e bërë 15 vjetë punë, të bashkohen me vitet italisë, do të marrësh pensionin për ato vite që ke bërë në Shqipëri, sa të mbushësh moshën 65 vjeç. Dritan, sa shqiptar do të përfitojnë? Ka një përllogaritje? Atëre, ka më shumë se një vit që flitet për 500.000 shqiptarë, mua më bëhet qeti. Domethënë është një numër shumë që i bën shumë reklam, është shumë propagandistik. Atëre, qeveria italiane ka bërë llogaritjet dhe ka vënë në dispozicion nga 10 në 15 milion euro në vit për fondet e pensionit shqiptare. 10-15 milion euro i mbulojnë pensionin e 1.000-2.000 vetëve. Dhe është një llogaritje normale, është një llogaritje shumë normale. Natyrisht, qeveria italiane ka vënë këto para në pension, në dispozicion si fonde, por shqiptarët do të marrin parat që kanë derdhur. Domethënë, qeveria italiane realisht nuk vë asnjë lek, asnjë euro. Pra është në saj normalisht të kontributit të shqiptarëve ndër vite. Po, sot për shembull, ka shumë veta që nuk e marrin pensionin, këto para shkojnë në favor të shtetit italian. Ato do t'i marrin, ai sa u takon do t'i marrin. Unë kam një mikun tim, një shokun tim të vjetër këtu që nga 67 deri në 71 vjeç, me që s'kish bërë 20 vjet punë, nuk e mori dot pensionin e vet. Kur mbushi 71 vjeç, mori 660 euro. Domethënë shteti italian kurseu 660 euro për 4 vjet, për 5 vjet, për 12 muaj, për 13 muaj, sepse këtu japin 13 pensione, për 13 muaj bën një llogarinë se sa i kurseu i futin xhepin e vet. Në një kohë që mund t'i berte fare mirë ky person duke bashkuar vitet e Shqipërisë. Dritan, ndërkohë, sa problematike është puna në zezë për shqiptarët? Dikur ka qenë më shumë, tashmë në çfarë parametrash po flasim? Puna në zezë është puna në zezë klandestine, është punë që nuk llogaritet. Është punë për të cilën edhe shteti italian me vështirësi mund të bëjë disa parashikime për vlerën e saj. Puna në zezë nuk, domethënë është diçka që nuk duhet bërë normalisht, sepse... Okej, po sa i pranishëm është si fenomen, sepse dikur shumica punonte në zezë. Jo, shumica jo. Unë shpresoj që shumica jo. Kanë shumë, sidomos mendoj që shumica janë gra që kanë punuar në shtëpitë e njerëzve që kanë pasur nevojë për ndihmë dhe ato nuk kanë punuar në zezë 2 orë, 3 orë në ditë, 4 orë, 5 orë, ndoshta edhe 8 orë. Ato nuk marrin pension për fat të keq, le të themi, informacioni ka munguar, ne jemi nisur me atë mentalitetin tonë shqiptar, se do bëjmë ca pare, do rregullohemi, do kthehemi në Shqipëri, se kështu ose më ashtu, po për 20-40 vjet gjërat ndryshojnë shumë dhe gabimet që janë bërë atëherë paguhen sot. Por atëherë ishte edhe çështja e dokumentacionit të parregull. Tashmë kur gjithnjë më shumë shqiptar po përfitojnë, po themi, qëndrim të rregullt në Itali, është zvogluar ky fenomen? Këtë nuk mund ta them, nuk e di, unë nuk besoj. Po nga perceptimi juaj në terren, jo me statistikë të saktë. Unë me ç'njohun këtu ku jam unë, dhe me ç'ashu shoh unë me llap dhe nga kontaktet në internet, në Facebook, në përgjithësi të gjithë janë në rregull, janë me dokumenta, me llaf janë rregulluar, edhe sepse është relativisht e thjeshtë nëse ke një familjar të afërt në Itali që të vish në Itali. Nëse ke një vlla, një motër të gjeneratës parë, si i thonë, mund ta sjellësh fare kollaj, bën një kërkesë edhe vjen. Shumë janë bërë italian, duke qenë italian e kanë të drejtën e bashkimit të familjes si italian. Me laf, nuk kërkohet as sa para ke, as sa rrogë ke, as sa shtëpi ke, nuk kërkohet asgjë. Ti e bie vllajin, motrën, babain, maman, i bie këtu pa problem. Dikur ka qenë deri në brezin e tretë, tash i kanë zvogluar. Dritan, flasim pak edhe për një tjetër zhvillim, i lëm mënjan për një moment pensionet, duke njohur natyrisht edhe natyrën historike të këtij
vendimi, sepse urojmë që ti shërbej mira shqiptarëve për të paktën parat që ata kanë dhënë dhe kanë kontribuar në mbajtjen këmbë ekonomikisht të shtetit italian, por të marrin dhe atë që e meritojnë. Ndërkohë, kemi patur një risi këtë vit të votës së emigrantëve në Shqipëri, një tjetër e drejtë që na vjen mirë që patën mundësi ta shfrytëzojnë duke u regjistruar fillimisht dhe më pas duke votuar në procesin zgjedhor të 11 majit. Si është pritur nga shqiptarët e Italisë, ishte shtetin mos gaboj me më shumë kërkesa ose nga të parët, çfarë të bëri përshtypje? Po, natyrisht, legalisht, ligjërisht, moralisht është një drejtë që është mohuar për një kohë shumë të gjatë. Kjo ka ndikuar negativisht edhe në do të thosha në zvoglimin e numrit të atyre që janë regjistruar. Unë personalisht jam regjistruar që në ditët e para tentova një 3 ditë rresht pa sukses, pastaj arrita më në fund të regjistrohesha, po njoh shumë veta që nuk janë regjistruar. Nuk janë regjistruar sepse nuk janë të interesuar për politikën shqiptare, sepse nuk kanë besim ke politika shqiptare, janë të shqetësuar nga dhuna, sidomos e opozitës që aplikohet, që propagandohet, që për ne që jetojmë jashtë në vende paqësore nuk është diçka e pranueshme, për shumicën, jo për të gjithë natyrisht, për shumicën nuk është diçka e pranueshme. Shumë të tjerë kanë frikë sepse ndoshta po të regjistrohen atje i heqin ato benefitet e pensionit, shtesat në fund të vitit, faturën e financimet për faturën e dritave të ujit, e gjithë të gjërat e tjera, kështu që nuk janë regjistruar fare, s'duan të figurojnë që janë në Itali. Unë për vete nuk e mendoj kështu, po secili është i lirë ta mendoj siç dëshiron. Unë mendoj se detyra e votimit është një detyrë që kemi si italian ashtu dhe shqiptar, ta aplikojmë në të dy vendet. Në qoftë se nuk jemi me asnjë parti politike, unë do të këshilloj të zgjidhet keqja më e vogël. Nuk mund të pretendojmë që politikanët janë njerëz perfekt, sepse vetë ne nuk jemi perfekt. Kështu që kur shoh pash atë intervistën e Taulant Ballës për shembull, që është ministër më duket në Shqipëri, kishin mbushur me sharje nga të gjitha llojet, u skandalizova me thënë të drejtën. Ai flet, thot 2 llafe të mira, nuk e kuptoj pse duhet shahet personi kur thot llafe të mira. Një njeri që nuk është as i ndjekur penalisht, as nuk e kuptoj, nuk është del jashtë logjikës time. Ndërkohë, sa i takon problematikave, ju thatë që kishte dhe kërkesa për të provuar, po themi, vendqëndrimin në Itali. Kjo është bërë pengesë për një pjesë për të regjistruar? Po, atëre, kërkesat ishin, le të themi që kërkesat ishin një çik delikate, do të thosha, që duheshin. Paraqitja dokumentave italiane, kontrata shtëpisë, kontrata e blerjes shtëpisë, e pronës, gjëra të tjera. Unë për vete dërgova fotokopjen e kartës identitetit italiane, gjë që nuk ishte parashikuar, po që e pranuan. Nuk e kuptoj, me thënë të drejtën, është një sistem që sapo ka lindur, sigurisht ka dobësitë e veta. Unë edhe në raste të tjera kam këshilluar të marrin shembull nga Italia, që regjistron të gjithë qytetarët që jetojnë jashtë shtetit. Të gjithë në mënyrë të detyrueshme duhet të regjistrohen në Shqipëri që ku jetojnë. Mas kësaj çdo gjë bëhet e thjeshtë. Çdo gjë bëhet e thjeshtë. Ne kemi lënë një çik në mëshirë të fatit. Iki kush iki, ai ka ikur, atij si intereson më Shqipëria, si intereson më Shqipëria, sepse që të intereson Shqipëria duhet të ketë lidhje me Shqipërinë. Duhet të ketë o familjen, o shtëpinë, o pasuri, o duhet të ketë lidhje shpirtërore. Duhet jetë në një farë mënyre i përfshirë në jetën që bëhet në Shqipëri. Unë jo pa qëllim kam po kërkoj, po nuk kam fuqi, po kërkoj që të krijohet një lloj asambleje e intelektualëve shqiptar pa parti, që mund të bëhet dhe online pa shpenzime, në mënyrë që të jepen mendime se si të forcohet ndjenja e kombit, ndjenja e patriotizmit. Unë them se ne që jemi jashtë kemi çik më të fortë, sepse kemi dhe nostalgjinë e Shqipërisë. E kemi çik më të fortë se ata që janë brenda, që jetojnë aty. E shohim më me respekt Shqipërinë, e shohim më me dashuri.
shikojmë ata poetët tonë të rilindjes që ishin të gjithë që nga Turqia, Egypti, ku dëgjon se ku Rumania, gjithë shumica e shtetit jetonin, edhe kishin një dashuri pafund për Shqipërinë. E vërtet, diaspora ka qenë gjithmonë, po themi një burim kontributi gjithmonë edhe për Shqipërinë. Ndërkohë, si e ke parë fushatën e partive jashtë kufive? Ka qenë e tensionuar, ka qenë e drejtë? Çfarë t'ka bërë përshtypjen këtë drejtim? Jo, unë nuk mendoj që ka qenë e tensionuar, me sa kam parë unë mendoj që fushatët elektorale me gjithë periudhën shumë të vështirë në të cilën jetojmë, sepse po e shohim tash këto muajt e fundit, ka ndryshuar çdo gjë, ai që është i dhunshëm ka dalë dhe fitimtar, kështu që dhuna ka dalë, si me thënë çik, është rivlerësuar, gjë që nuk ndodhte ndoshta prej 30-40 vjetësh, mos më them ndoshta më shumë. Unë mendoj që fushatat elektorale duhet të jenë të qeta, në qoftë se unë duhet të votoj për të majtën, shkoj me të majtën, në qoftë se unë duhet votoj për djatën, shkoj me djatën, ose me grupet e tjera, i respektoj, në qoftë se nuk dua, nuk kam nevojë pse t'i shaj, pse të bërtas, pse t'u lëras, djeg karike, djeg goma, e të bëj thirrje për të përmbysje. Nuk e shoh absolutisht arsyeshme. Njerëzit votojnë, ai që shkon në pushtet do bëj punën e vet, pastaj vota kur të përsëritet, do ta rikompensoj për mirë ose për keq. Kjo është demokracia deri më sot, pastaj nëse nesër ndryshon. Dritan, ndërkohë, se takon marrëveshjes për pensionet, pati komente në mediat italiane dhe si e kanë parë politikanët? Unë nuk kam parë asnjë koment. Në mediat kryesore nuk kam parë komente, nuk kam shkuar të kërkoj në agjensinë ANSA, që është agjencia që herën tjetër kur e votoi parlamenti publikoi diçka. Është diçka që nuk intereson shumë publikun italian dhe nuk është trajtuar asnjëherë me prioritet nga mediat ose nga nuk e kanë trajtuar siç është trajtuar në Shqipëri. Interesi në Shqipëri ka qenë shumë i madh dhe unë për këtë ju falenderoj. Jo vetëm juve, po të gjitha mjetet e komunikacionit, të informacionit që i kanë dedikuar kohë kësaj çështje, sepse kjo është një çështje shumë e rëndësishme, është një çështje që edhe sikur të ketë bëjë me jetën e një njeriu, ka një rëndësi të jashtëzakonshme, jo më me jetën e 1000-2000 vetave çdo vit. Është një marrëveshje që sigurisht i hap rrugën një modeli tjetër emigrimi, që politika po të di ta shfrytëzoj dhe të propagandoj, të informoj njerëzit, shkoni në Itali, shkoni në Shqipëri dhe punoni me rregulla dhe jo në të zezë, në mënyrë që të keni pension, sepse kjo mundësi ekziston sot. Pra është një diçka që i hap rrugë në të ardhmen, ne i përkasim së kaluarës, sepse jemi praktikisht në prag pensionit ose kemi dalë në pension, por në të ardhmen sigurisht do të lehtësoj shumë lëvizjen e lirë të njerëzve dhe kjo është një hap përpara për drejt një demokracie më konkrete. Ndërkohë, Dritan, dhe një pyetje se i takon marrëveshjes për emigrantët. Çfarë po ndodh me të? Kemi parë telashe mes qeverisë dhe gjykatave në zbatimin e saj. Ka patur lajme në këtë drejtim? Po kohët e fundit nuk kam dëgjuar lajme, problemi ka ngelur në gjykatën e Europës, Komuniteti Evropian së mbajmë tash si quhet me precizion, ka mbetur atje, pritet vendimi që do të marrin ata. Unë personalisht e shoh si diçka normale, nuk shoh asgjë të keqe. Po ta shoh si italian, shoh që janë hudhur atje 600.000, 700.000, 800 milion euro në një kohë që për 5-6 muaj, për 3 muaj u vendosën këto, shumë të shpenzohen. Për neve u deshin kaq vjet për 10-15 milion euro në vit. Do të thënë, të vjeni që keq kur shef që atje shpenzohen shumë atje zakonshme, kurse për ata që punojnë normalisht, që derdhin djersën, që paguajnë kontributet, zvarriten gjërat në mënyrë të jashtëzakonshme. Shqipëria nga asaj nuk ka asnjë humbje, Shqipëria ka vetëm përfitim. Vinë njerëz, vinë para, vinë investime, vinë lëvizje, nuk shoh absolutisht asnjë humbje. Si kontribuent italian, shoh që një shpenzim të jashtëzakonshëm, po që
fundit politika do bëjt vetën. Presim vendimin e gjykatës europiane, çfarë do të thotë, sepse një gjë është e bukur që gjykata është mjaft e pavarur nga qeveria. Gjë që po tentohet të bëhet në Shqipëri dhe shpresojmë që të realizohet, po kam përshtypjen se do duhen disa 10 vjeçar. E qartë. Dritan, shumë faleminderit që ishe me ne, kënaqësi të bisedonim. Faleminderit për jush edhe ju përshëndes. Mirë miq, do të ecim më tej, do të shkojmë në hapësirë publicitare, kthehemi vetëm pas pak.